Natën e kaluar, bia ime, të kam premtuar se do të flas edhe për arabët. Shumica arabëve ishin në kohët e vjetra beduin. Ata me plaçkat e tyre, me delet, me devet, jetonin duke lëvizur prej një vendin e një vendin tjetër, dhe zakonisht vendoseshin afër lumeve dhe kullosave, në mënyrë që bagtia e tyre të pinte ujë, po dhe të ushqej pak më lehtë. Këta pra ishin beduin që e bënin një jetë duke lëvizur në pjesë më të mira të Arabisë. Jo në përshkretin, por jo gjithë arabët nuk ishin beduin. Kishte arabë që jetonin edhe në përfshatra, ku kultivohi rrushi, elbi, gruri, hurmat, po jetonin edhe në për qytete, edhe merreshin me tregti dhe lëviznin në për krahinat e ndryshme, jo vetëm të Arabisë, po dhe në shtetet e vjetra si Siria, India, Egypti dhe shumë vende të atëherë. Këtu jetojshin në atë kohë fiset e ndryshme dhe secili fis e kishte kryetarin e vet. Do të thotë Arabia nuk sundoi në ato vite vetëm prej një mbreti apo një sundimtari, po sundoi prej shumë kryetarët e fisëve. Fiset, do të thotë, brenda një fisi kishte mirë kuptim shumë të madh. Edhe nëse ndonjëni haste ndonjë vështirësi ose ndonjë fatkeqësi, atëherë mblidheshin të gjithë dhe i ndihmojshin. Mirë po kishte raste që fisi tjetër e vrante ose plaskiste një antar të këtij fisit. Atëherë fisi mbledhej dhe i ndihmonte atij njeriu edhe te hakmirri. Në Arabinë ato kohë do të thotë kush merrej me plaskitjen, me vrasjet, do të thotë konsiderohej si hero. Nuk çortohej për fisit, po konsideroj si njeri madh, si hero. Edhe vjershtorët e ndryshëm i thurnin lavde, i thurnin vargje, s'ka dhe shpeshherë vjershtorët bëheshin shkak që të krijoshin konflikte të mëdha. Sepse vjershtorët dikende tallnin, sidomos atë të mundurin, edhe e livdonin atë që ishte hero. Kështu pra, këta njerëz bashkoheshin një herë në vit në Qabe, në Mekë, ku Meka është në formë katrore dhe mendohet se ka ndërtuar profeti Ibrahim me djalin e tij Ismailin. Mirë po, njerëzit atëherë nuk ishin të gjithë muslimanë, ishin katolik, ishin hebrej, idhujtar, dikush adhuronte hënën, dikush adhuronte diellin, tjetri yjet. Edhe kishin ndërtuar idhuj të ndryshëm që kishin rrethuar Qabën. Do të thotë aty kishte mbi 300 idhuj ndryshëm. Po, gjatë kur kryhej falja, idhujtaria për diellin, për hanën, për yt, vjershtorët të ndryshëm i recitonin vargjet e veta, edhe plesia asaj kohë i zillte vjershat më të mira, edhe i varnin në, si më thonë, në derën e Qabës. Mirë po aty zhvilloheshin edhe oratoria e njerëzve të meqën,
se ka pas njerëz të mesëm në atë kohë, të cilët fjalimet e tyre i kanë shoqëruar me dituritë e kohës. Po edhe ato oratori i kanë varë në derën e Qabës dhe për një vit do të thotë arabët kanë arritur të mësojnë vjershat, oratorit e ndryshme deri në panajirin tjetër. Gjatë këtij panajiri do të thotë janë zhvillu tregti, janë bo njohje, miqësi, mesësi të ndryshme, po në këtë kohë janë bo dhe plaçkitje. Shka ka qenë një vetije madhe që mekasit e kanë plaçkitur, bile dhe disa të varfër, disa njerëz jo të fort edhe i kanë djegur. Arabët asaj kohë, me thonë, të them drejtën, bia ime është pak e rëndë për ty, po i kanë varrosur edhe femrat foshnja, se nuk i kanë dashur atër, kanë dashur vetëm djemë. Kjo do të thotë ka qenë një mangësi e asaj kohë, që ndoshta për moshën tonë, të është pak e pa kuptueshme, po atëherë kanë qenë njerëzit jo aq të ditun sa jemi në kohën tonë. Kështu që edhe për sonte bia ime, mendoj se kem biseduar për arabët dhe natën tjetër do të flas për lindjen e pejgamberit Muhammed a.s. E tash, ngritu bia ime, ngritu dhe shko, natën e mi.